Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë, ku do të miratojë nen për nen propozimi i deputetit Erion Braçe për të ndryshuar skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar që aplikohet në bujqësi, u shoqërua me debate të forta dhe tone të larta. Skema është skemë, nëse flasim për skemën e kompensimit të fermerëve. Jo, është skemë kompensimi, prandaj po them se keni të përfaqë. Po nuk po flasim për ligjit. Edhe të tjerë që kanë ardhur deri në parë. Se kanë ndëruar parë. Ministria e Financave nuk ka ende një mendim për këtë nismë, duke u shprehur se po pret një delegacion të Bashkimit Evropian për të asistuar dhe për të bërë një analizë të plotë. Por kjo për deputetin Erion Braçe është tallje, ndërsa shpërtheu në akuza edhe për ish-ministrin Arben Ahmetaj. Në prill në presim misionin në Bashkimin Evropian për të bërë një analizë të plotë të situatës që është në Shqipëri, por dhe për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar, por dhe në raport me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Është e turpshme që ministri i Financave nuk vjen këtu të përballet për një çështje që shqetëson mbi 45% popullsisë të vendi. Kjo të vëshëja u shkatrua me ligj se ministri i Financave asaj periudhe kishte siklet madh nga Erion Braçe. Mendoj që ky do bëhet ministër bujqësie dhe po ja shkatroi sektorin para se ky të bëhet ministër bujqësie. Ja për kaq është prishur sistemi i TVSH-s. Dhe tani gjithë kjo tallje që ndodh tani, ndodh thjesht dhe vetëm pse këtu në këtë propozim është emërim. Se po t'ishte emri i ministrit tënd të Financave, kjo do kishte kaluar për 1 sekond. Sipas skemës në fuqi, sot kur një grumbullues blen një produkt te fermeri vendas, e merr atë me 0% TVSH dhe e shet me 20% TVSH. Kjo skemë sipas deputetëve socialist penalizon prodhimin vendas, sepse grumbulluesit janë më të interesuar për produktet e importit, ku blihet me 20% TVSH dhe shitet po me 20% TVSH.